Çfarë do të bëjmë sot? Sot do të bëjmë mish pule me patate në tigan. Sa mirë, shumë mirë. Gjithmonë kemi bërë këtë recetë, kemi bërë mish pule, kemi bërë gjelle, kemi bërë në tavë. Do japim një variant, do japim një variant ndryshe, do ta bëjmë në tigan me përbërës të tjerë, shumë të thjeshtë, shumë të shijshme. Shumë mirë. Dhe mendoj që të më ndiqni dhe ta gatuajmë bashkë. Patjetër, pasi pula është një ndër përbërësit që këshillohet më së miri për dieta, për të mbajtur trupin në formë, për konsumi mish i bardh. Fillimisht do të vendosim një tigan në zjarr. Do të hedhim 4 lugë vaj ulliri. Ti themi përbërësit? Patjetër. Atëherë, na nevojiten 4 lugë vaj ulliri, 500 gram mish pule, mund të jetë mish i çfarëdoshëm, por unë kam zgjedhur pjesën e kraharorit. 3 karrota, 2 karrota, mvaret nga matësia, 1 kokër qep, 2 gjethe dafine, rozmarin të freskët, nëse ju mungon e freskëta mund të përdorni të thatën, 1 gotë verë, kripi pertëzi, patate, 4 kokra, mjaftueshëm janë, po unë gjithmonë e vë dhe një më tepër, dhe 1 gotë lëng koncentrat. Dikush e pranon, e don me hudhër, dikush e don pa hudhër. Hudhrat në treg i keni dhe të njoma dhe të thata, mund ta pranoj dhe 1 ose 2 thelbi hudhër. Kaq, si fillim, unë do të marr mishin e pulës, e kam lar, e kam tharë, dhe si zakonisht do t'i presim ato në drejtim të kundërt të fijeve të mishit. Pra, do t'i presim jo në copa të mëdha, por në copa të vogla. Jo kubik, kuptohet, por në copa si që kemi bërë zakonisht ja. Kaq. Zonja Vjollca, unë nis pak ditën me lëngun e frutave, do të shtrydh portokalla dhe 1 karrot. Shumë mirë. Shtrydh se në kenvut e kam si gjithmonë këtu s'mungon asnjëherë. Pa të nuk e di se si do të ndjerë. Faleminderit kenvut. Po, tani unë e falenderoj kenvutin, po duhet falenderoj dhe ty, që ke bërë zgjedhjen më të mirë. Po, sepse kenvut do ta falenderojmë për të gjithë kollajliqet që na sjell këtu. Mua për qepën, për frullatorët e tjerë dhe ty për lëngun tënd. Atëherë, siç e shikoni, vaj është nxehur dhe tani do të fillojmë të hedhim copat e mishit 1 nga 1. Fillimisht do të vendosim mishin, siç kemi thënë, ai produkt, ai përbërës që nevojitet të zjejë më tepër, do kohë më shumë, ne do ta vendosim në fillim. Dhe pikërisht mishi, siç e dini ju, do kohën e vet për të zjerë. Pra, Vjollca, po patatet? Patatet do t'i vendosim me njëherë. Të dytat. Po kemi pak punë me mishin. E qartë. Mishi do të marri faqe, sa të filloj të zverdhet pak, do t'i hedhim pak lëng koncentrati. Sa e mirë që jeti. Shikon? Që kem mësuar të gatuash? Të përzgjedh lugët. Ja, por sa mishit filloj të zverdhet, ne do t'i hedhim koncentratin e pulës. Pak fare. Do t'a lëm sa jo ta avulloj lëngun e koncentratit, jo të gjithë kuptohet, pak, dhe do t'a shuajmë me verë. Pastaj, do fillojmë me përbërësit e tjerë me radhë. Ja. Në këtë moment do të hedhim pak lëng koncentrati. Do të keni shumë kujdes, e kemi përsëritur, do vazhdojmë ta përsërisim që gjithë përbërësit që kanë koncentrat, pule, diçi apo perimesh janë vetë me krip. Prandaj do të kemi shumë kujdes që kripën në fund fare do ta rregullojmë me krip dhe piper. Ta kemi në ekuilibra. Po. Tani fillojmë presim patatet. Për këtë recetë patatet mund të priten
në formë gjatësore, por mund të priten dhe në kubik. Unë mendoj t'i presim në kubik me që na shkojnë me... Atëherë, do të presim patate në katërsh. Më merr atë fikën jeshile. Patjetër. Pra, në katërsh, ja. Ordra. Në kubik, jo të vegjël, se kemi thënë që e presim në kubik të mdhenj, në kubik të vegjël. E qartë. Mesatar, kubik mesatar. Nëse patatja është mesatare, do të mjaftonte që ne t'i bijem në katërsh. Ja. Pse? Nga që gatimi nuk do t'jetë me shumë lëng, ato duke ndëjtur në avullin e tyre, mund edhe të na shpërbëhen, do zbuten, prandaj ne duhet ta kemi gjithmonë parasysh mënyrën e prerjes në gatim. E qartë, zonja Vjollca. Shumë bukur. E lëm dhe pak, sa të na dali vetëm ujë, vaj në sipërfaqe, na avulloj ujë, dhe do të hedhim një gotë verë të bardhë. Po, shikone, mund të themi zakonisht që mish me patate. Po, mish me patate pule, janë një mori recetash. Mund t'i vëm një kapak për momentin. Edhe ta lëm pak. Po, edhe ta lëm kështu si gjysëm, jo komplet të mbyllur, ja kështu do ta lëm. Në atë mënyrë edhe ruajmë pak vete nga ato kërcitjet e vajt. Po, patatet i vendosim në tas. Kjo do të thotë, kur fillon vaj kërcet kështu, do të thotë që lagështira nuk është më ka filluar të iki. Se nëse do të ketë ujë në tenxhere, atëherë nuk është nevoja që vaj të kërcasim. E qartë. Pra, erdhi momenti që ne tani do të hedhim verën. Shumë mirë. E nisëm punën me vaj, tigani di limano, filetot e pulës i prem, si shta zonja Vjollca, gjokse kishim zonja Vjollca, Po. Pjesën e gjoksit, pastaj shtojmë lëngun e perimeve, koncentrat, dhe tani verën. Tani verën. Tani e presim qik për 5 minuta maksimumi dhe për bërësit e tjerë. Në fillim do të presim qepën në rrath. Pavarësisht se unë po bëj gati patate. Qepa gjithmonë duhet e tretur dhe është e para. Se duhet të humbasi komplet në gatim. Nuk duhet që qepa të ndihet në të ngrënë. Dhe gjithmonë pjesën e parë të qepës, do më thënë këtë lëkurën, është mirë që ta heqim, se pikërisht kjo është më e fortë. Edhe do t'i duhet më shumë kohë që të shkri. Dhe kësaj duhet më tepër kohë, ndoshta edhe brenda ajo fillon edhe zjen, kjo pjesa jashme gjithmonë duhet hiki. Përveç se pjesës që është lëkurë që nuk gatuhet. E qartë. Pra, tani do të kesh që kujdes të kjo qepa. Që mos të qaj. Apo që është edhe kjo koha gjithë ngacmime, alergjirë, zonja Vjollca, që dhe qepa dhe qaj njerë. Po, bëjmë gati qepën dhe qepën do t'a presim në formë rrethore, jo të grirë. Nëse unë do t'a grija, sigurisht ju e dini shumë mirë. Nëse do më duhej një grirje si me dorë, unë kam aparatin Kenwood që mi kryen të gjitha funksion. Zonja Vjollca i prem patatet, prem qepët. Fillimisht do t'hedhim qepët. Okej, do me thënë unë të dalë këndej? Po, do t'i di nga duash. Edhe, sap të ka urdisim qepët 2 herë, mund të vëmë kapakun këtu, të na zbuten pak, do t'hedhim patatet. Do të vendosim 2 gjethe dafine. Pastaj, të patatet, apo tani? Jo, që tani mund t'i vendosim, gjethet e dafinës. Do të vendosim rozmarin të freskët. Një dek mua rozmarin, se kam shumë qef. Po, shumë bukur. Dhe tani bëjmë gati karotat. Edhe jep një aromë karotat i presim për gjysëm, po, dhe i presim afërsisht, jo në kubik, po në mënyrë tërthorazi që të kenë një pamje estetike. Ashtu si që kemi bërë dhe me patatet. Bravo. Edhe me pulën nga shkojnë më së miri. Po.
çfarë më pyete çik më përpara? A do gatuajmë që tjetër? Patjetër, edhe diçka tjetër do gatuajmë. Do të mbëlsojmë pak këty në këtë kohë kaq të bukur. Sa mirë, përpara se të na zbuloj zonja Vjosa se çfarë do gatuam, regjia të lutem, shohim pak recetën e mishit të pulës në tigan, që sapo po gatuajmë edhe pothuajse po I vim drejt fundit. Pulë me patate në tigan, kemi 500 gram mish pule, një kokër qep, 4 deri në 5 kokra patate, 2 deri në 3 karrota, një gotë verë të bardhë, 2 thelbinj hudhër, 2 gjethe dafine, rozmarin, vaj ulliri, piper i zi, një gotë lëng koncentrat pule dhe krip. Ndërkohë që kalorit përkatëse për recetet janë në total 481 kilokalori, karbohidrate 35 gram, proteine gjithashtu 35 gram dhe yndyrna 10 më pak 25 gram. Tani qepa ka lëshuar pak lëng, Po, nuk ka problem. Në këtë moment ne vendosim patatet që bashkë me lëngun e qepës edhe marinohen edhe fillojnë të na zbuten. sa më pëlqen ajo pamja rozmarinës, bashkë me dafinën më pëlqen shumë dhe vendosur kështu dek. Përgjithsisht anvisat edhe unë vetë kam Ashtu, patur tendencën që ta thërmojnë zonja Vjosa. Po tani të pëlqen? Po më pëlqen shumë. Si normal, tani po thyet edhe me karrotën. Ë? Ja. Këto pjatat me kolore, me ngjyra, me jetë, me të vërtetë që na Gjithmonë copat e mishit I lëm në fund po. dhe do të mbajmë vetëm afër lëngun e koncentratit të pulës, duke e lënë her pas here që në momentin që gatimi fillon të na shteroj ujë, ne përsëri do ta spërkasim me pak lëng koncentrat pule. Dhe ajo do të bëhet njësoj sikur do të jetë në avull. Zonja Vjosa mund të kishim përdorur edhe koncentratën e perimeve, nuk do të ishte Po, problem. Po, nuk ka problem fare, vetëm do zgjedhësh një koncentrat që ti e ke përbërës brenda në tenxhere. Për shembull, ose të pulës, ose të perimeve. Unë zgjodha, më pyet pse e zgjodhe të pulës. Pse e zgjodhe të pulës? Po, se zakonisht kocka e mishit, lëngut, I jep pak shije më tepër. Dhe unë duke patur parasysh që kam pjesën e krarorit, pjesën e gjoksit, mishit bardh, aty nuk e asë ndyrë, kurën unë e kisha të zhveshur, madje është e gatshme, unë e kisha blerë ke HV-ja. Dhe ati I blenë të gatshme të paketuara të freskëta si mos më mirë, do me thënë të ruajtura në atë farë lloj forme që të duket sikur e ke prerë mishin në moment. Zonja Vjosa sigurisht sepse e HV shumë e kujdesshme brenda gjitha standardeve. Mishi ka një gjë që dallohet edhe nga ngjyra. E vërtet. Po, siç e pat ju, ajo kishte një ngjyrë shumë të pastër, të bardhë dhe mendova që të vendos koncentratin e pulës pikërisht për këtë. Për t'ia shtuar shijen. Nëse unë do kisha vendosur copa, kofshe, krarori, që nuk përjashtohet mundësia, kjo lloj recetë mund të bëhet edhe me pjesët e tjera të pulës, sigurisht do kisha përdorur koncentrat perimesh. E qartë. Domethënë pyetja jote ishte me vend. Pyetja ime që e bëri vet. Jo. Ndërkohë, zonja Vjosa përpara se të nisim edhe recetën tjetër se më pas nuk na mbetet dhe shumë kohë. Të lutem regjia, na ndihmo pak me pyetjen grafike të quizit për ditën e sotme, pasi anvisat duhet të nisin të krijojnë idetë të tyre se për çfarë shërben kjo pajisa që mua më duket si zbukurim për pemën e vitit të ri. Fiks. Ha, do ma tregosh për çfarë është? Për recetën tjetër? Tani receta është gati, se ka ishë bukur sa poesia. Duket sikur e ke përfunduar. Unë kam filluar pak punën, kështu që kam lënë vetëm një mollë për ta demonstruar përpara mikeshave të mia, se tani janë bërë shumë të afërta për mua, mbasi kemi goxha muaj që jemi bashkë. U bët një vit, zonja Vjosa, që çdo ditë zgjoheni çdo mëngjes. Dhe mua që të drejtohem me anvisa, më duken sikur I largoj. Kurse kur I them mikesha, më duket sikur jam aty pranë tyre. Do më na mungon vetëm filxhani kafe. Po je pranë tyre sa ato nëpërmjet Ballkan Webit dhe YouTube-it të kanë çdo moment në shtëpi. Kur gatuajnë bashkë me ty, bisedojnë jam e sigurt, dëgjojnë këshillat, pas një lloj meraku. Tani na zbulon pak të recetën e dytë. Një ëmbëlsirë me mollë, shumë e thjeshtë, që në përbërësit e saj të recetës ka vetëm mollë, sheqer, një shkop kanele
dhe asgjë tjetër. E qartë, mirë. Dhe ju nuk do të hani as komposto, as reçel. E kuptova. Por do të hani mollës të karamelizuara, kështu shumë të këndshme. Dhe të na shpjegoj zonja Vjosa, do ta shohim edhe të gjithë procedurën me radhë, por kemi një telefonuese në linjë, është telefonata e parë për sot. Alo? Me pastru luspat e peshkut. Me pastru luspat e peshkut? Po. Regjia, jo, zonjë, më vjen keq, më vjen shumë keq. Nuk kishte për të pastruar luspat e peshkut. Është një pajisje kaq e çuditshme. Por, si të gjitha pajiset e tjera që kanë të tilla përqasje, ndodhë që janë për një produkt shumë specifik si ajo për avokadon, për shembull. Edhe kjo, se që kanë përshtypjen, unë nuk e di, jam gjithmonë personi i fundit që ma tregojnë, kanë përshtypjen që kështu do t'jetë, po se për çfarë dhe zonja Vjosa nuk e reagon fare. Mirë, Anvisa do të mundohen ta gjejnë, unë jam e sigurt për këtë, edhe po se gjetën do të kenë raste tjera plot. Po, vijojmë. Mollës i pastrojmë ekstremet e saj me ndihmën e një thike të vogël, edhe lart, edhe poshtë, dhe fillojmë me qërojmë. Ndërkohë këto i kemi bërë gati. Ato i kam bërë gati, dhe vetëm do t'i presim në rrath. Prerja është në zgjedhjen tuaj, mund t'i prisni si të doni. Të trasha, të holla. Jo, e kam fjalën që mund t'i presin anvisat edhe në kubik. Edhe në kubik. Mund t'i presin edhe në fejta. qartë. Unë kam vendosur t'i bëj me këtë prerje, se dua t'i zbukuroj me diçka tjetër. Alo? Jo. Përshëndetje zonjë. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Dhe shanë për atë... Patjetër. Ajo është për krem pasticëria ose për të lumba? Për të lumbat. Po. Edhe për kremin e pasticërisë, do me thënë për përgatimin e ëmbëlsirave, jo. Më vjen keq e dashur, më vjen shumë keq, jo, nuk është për atë. Kemi ecur pak me punët se në moment që unë kisha llogaritur kohën, kur do të prisja mollë dhe vetëm t'i vendosja në tenxhere, na hyri një lajm. Po, pikërisht. Lajmi i fundit. Atëherë ti tregoj anvisave vetëm këtë procedurë. Unë 2 portokall i shtrydha në shtrydhsen e limonit. Andaj kemi lënë këto kështu që t'ja tregojmë. Dhe i kullova me ndihmën e një site në një tenxhere, ku hodha 150 gram sheqer, ose mirë do t'ishte me 5 lugë mjalt. Juve zgjedhjen bëni si të doni. Nëse keni mjalt, hidhni 5 lugë mjalt, nëse s'keni mjalt, mund t'hidhni 150 gram sheqer, ose 3 filxhan kafeje sheqer. E qartë. Atere, në momentin që këto përbërës që ne vendosëm në tenxhere, lëngu i portokallit, mbasi e sitëm gjithmonë, shumë e rëndësishme ajo e situra. Që t'jetë shu i holli Jo që t'jeti pastër, mos ketë fije fare. E qartë. Po, dhe merë valë sheqeri me lëngun e portokallit pas një pik ujë. Prisni mollët si pas preferencave tuaja. Mund t'i prisni në radh, mund t'i prisni në fejta, mund t'i prisni në kubik. Dhe vendosni mollët në tenxhere. Në moment që mollët fillojnë të zjenjë, nuk do t'i lëmë më shumë se 10 minuta. Se nëse i lëmë më shumë, atëre ato karamelizohen më tepër se që duhet. Dhe ato tamam po karamelizohen tani. Po, bile e kaluan një qik masën. Duhet i heqim? Po, ma e qik pjatën? Ordëra. Dhe me t'i hequr nga tenxherja zonja Vjosa, ato do të ngrinë. Po. Është një ëmbëlsirë shumë e thjeshtë, po edhe shumë e shishme. Derisa zonja Vjosa të përfundoj pikërisht nxjerrjen e rradhëve të mollës, të karamelizuara, të lutem regjia të shohim pak recetën grafike pikërisht të kësaj recete të fundit që zonja Vjosa propozon në formë ëmbëlsire, le të themi. Po. Dhe kemi ëmbëlsirë me mollë, 4 deri në 5 kokra mollë, 5 lugë gjelle mjalt ose 150 gram sheqer, pa kanell, lëngu i 2 portokalleve dhe kalorit për këtë recet janë në total 780, karbohidrate 195 gram, proteina 0 dhe yndyrna 0. Kemi vetëm karbohidrate në këtë ëmbëlsirë. Po. Një ëmbëlsirë që bëhet për 10 minuta.
E vërtet, për 10 minuta... Do të mjaftoshin 10 minuta për realizimin e saj. Tani, gjithçka këtu në tenxhere, është gati. Patatet i provoj me pirun, mishin e provoj me pirun, gjithçka është në rregull për tu serviru. E qartë. Vetëm do t'i hedhim pak piper të zi, të cilin mund ta shërbejmë, mund t'ja hedhim kur ta vendosim në pjatë. Më marrë që ka të lugën, një lugë të madhe që kam unë. Ma edhe këtë, po. Jo atë, jo me vrinë. Sa simpatike që del pjata edhe rozmarina edhe ngjyrat e përbërësve, pula, karrota, patatja. Një pjatë verore do të thënë ose sa pranë verore. Kjo është një recetë që mund ta shërbejmë edhe në verë, edhe në dimër. Sigurisht. Do të thëja mjaftueshëm është. Mjaftueshëm, po janë çik të verdha sikur japin pak lezet. E ke qehin tek përbërësi ty tek. Tani mund t'i hedhim pak piper të zi. Po. Ja ku e kemi piperin e zi. Perfekte. Dhe ja ku i përfunduam Të dyja recetat me gjithë se kryesor ishte pula me pataten e tiga. Patjetër. Edhe mollët e karamelizuara i realizuam, koha edhe procedura ishte shumë e thjeshtë, zonja Vjoca na e sqaroi, por zonja Vjoca përbërësit besoj që i mbaj mend, pasi nuk ishin shumë, vajin, patatet, gjoksin e pulës, karrotën, rozmarinën, dafinën Dhe një qep. Qepën dhe lëngun e perimeve koncentrat, lëng pule koncentrat dhe verë. Bravo. Këto ishin të gjithë përbërësit dhe procedurën e nisëm nga pula. Po, dhe kemi mbetur vetëm me një procedurë. Kemi mbetur me një procedurë, por është shumë kryesore. Çfarë shije karrota? Ka shije. Dhe nëse karrota ka shije, mendo se shije kanë të tjerat. Jo, nuk dua fare ta mendoj. Po. Është më lehtë thjesht ta shijoj. Po. A vash se do digjesh. Mira. Fantastike. Shumë mirë. Nuk dua fare ta komentoj, nuk dua të them fare se cili përbërës ka bërë të tinë edhe i ka dhënë këtë shijen fantastike. Unë thjesht them që është me të vërtet, po me të vërtet shumë e shijshme, për më tepër që është një pjatë që ja vlen që të konsumohet dhe të jetë pjesë e regjimit tonë ushqimor, duke qenë se është me të vërtet e shëndetshme, pasi në përmbajtje të shëndetshme se aty ke të gjitha. I ka të bukën, gjitha. Ke dhe gjellën. Pikërisht. Dhe në fund, meqense se pjata është e shëndetshme dhe ne që na pëlqejnë shumë ëmbëlsirat, do donim një çikë ëmbëlsir, kemi fiks këto mollët të cilat mund t'i konsumojmë pa problem, të paktën një radh. Shiko, në këtë stin, ne sapo kemi dalë nga dimri dhe molla është fruti dominant që është në treg. Është vërtet. Po. Dhe ka raste që ne gjejmë mollë freskëta dhe mollët që kemi në shtëpi nuk i kemi konsumuar akoma. Atëherë, ç'të bëjmë për të kaluar një bazë të këndshme? Mos pim kafe. Ham diçka të lehtë, atëherë përgatisim një ëmbëlsirë të tillë. Dhe u deshën vetëm 10 minuta. Dhe u deshën vetëm 10 minuta dhe u deshën vetëm 3 përbërës. Po, mollët, sheqer, mollë portokall, 2 kokra portokall, kanella, dhe pak kanellë sipas dëshirës. që t'japi atë aromës, nuk do t'ishte në fakt. Jo, i kam hedhur në kanellë. Molla me kanellën shkon shumë. E qartë, zonja Vjoca, ty të lumshin duart, i ke qarë edhe për ditën e sotme, jam e sigur që janë visat në shtëpi, me të vërtet që e shijojnë shumë këtë moment kur ti na gatuan që në orët e para të mëngjesit duke i dhënë një këshill me të vërtet interesante, me të vërtet e shijshme, me të vërtet e shpejt, për atë se çfarë të do të gatuar edhe në vijim. Do të jemi sërish bashkë ditët në vijim. Çdo ditë këtu nuk ndahemi nga ekrani. Jemi këtu në këndin e kuzhinës dhe do të gatuajmë çdo ditë bashkë me zonjën Vjoca. Do të ndahemi tani këtu, por ju mos u largoni pasi do të rikthehemi sërish te këndi i të ftuarve. Mirupafshim nesër.